Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Kosova Presit, po lajmërohem nga komuna Zveçanit, ku në orën 7 të mëngjesit në këtë komunë janë hapur të gjitha qendrat e votimit dhe deri në këto momente ku ora po shënon 13:16 minuta nuk është lajmëruar ndonjë incident apo parregullsi gjatë procesit të votimit. Ne aktualisht ndodhemi tek qendra votimit me kosh këtu në komunën e Zveçanit, ku në një bashkëbisedim me Kosova Presin, kryesuesja e kësaj qendre, Gzona Kelmendi, ka treguar se në këtë qendër të drejtë vote kanë 200 qytetarë, ndërsa deri në këto momente kanë votuar vetëm 10 qytetarë të kësaj komune. Ndërsa nga të dhënat e KQZ-s të përditësuara në orën 11 në këtë komunë kanë kryer procesin e votimit rreth 12.52% të qytetarëve apo 860 qytetarë, ku gjithsej të drejtë vote në këtë komunë kanë 6.871 qytetarë. Përshëndetje nderuar, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, po jam Gzona Kelmendi, jam kryesuese në vendvotimin me kusht. A mund të na tregoni se deri në këto momente si po shkon procesi i votimit? Gjithçka është në rregull, ka filluar në ora 7, është hap. Kemi qenë prezente të gjithë, anëtarët dhe kryesuesi. Sa është numri i votuesve në këtë qendër? Numri i votuesve është 200. Deri tash sa kanë votuar? Deri më tash janë 10 që kanë votuar. A ka ndaj parregullsi ose ndaj problem që qytetarët kanë mujtë me ardhë gjatë procesit votimit? Jo, deri më tash jo. Nuk kemi as ankesë as parregullsi. Sa është numri i komisionarëve dhe anëtarëve këtu në qendër? Gjithsesi jemi 4, janë 3 anëtarë të kryesuesit. Për shkust nuk kemi. Sa ora ka arritur materiali zgjedhor? Materiali është në ora 5, deri në ora 7 kemi përgatitur sallën ose klasën, edhe ka filluar në rregull.